Pretendimet se duhet të merret si bazë data e konkluzionit për përfundimin e zgjedhjeve për të llogaritur afatin për përsëritjen e tyre nuk kanë bazë ligjore. Prandaj, data e mbajtjes së zgjedhjeve në Gostivar dhe në 3 komuna të tjera duhet të jetë më së voni deri në fund të dhjetorit, në mënyrë që zgjedhjet të përfundojnë brenda afatit ligjor. Ligji kërkon që afati 60 ditor të llogaritet nga shpallje e rezultateve përfundimtare e jo nga përfundimi i procesit zgjedhor. Për këtë arsye, i drejtohem kryetarit të kuvendit që të bëj këtë dallim dhe të shpallë përsëritjen e zgjedhjeve në afatin e përcaktuar me ligj, në mënyrë që deri në fund të dhjetorit zgjedhjet të jenë të përfunduara. Prandaj i bëjmë apel kryetarit të parlamentit zotit Afrim Gashi që të tregojë pavarësi dhe autonomi duke caktuar datën e zgjedhjeve para vitit të ri, në mënyrë që të zbatohet ligji ashtu siç duhet dhe njëkohësisht të mundësohet mërgjimtarëve të votojnë. Caktimi i datës është në dorën e tij,